Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve, ai orës 8. Gjatë këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Ushtria izraelite ka nisur sulme të reja kundër infrastrukturës ushtarake në të gjithë Iranin. IDF kreu bombardime në periferitë jugore të Beirutit, bastioni Hezbollahut kundër infrastrukturës së grupit, duke vrarë 4 persona. Irani sulmoi me dronë cisternat e karburantit në aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit, si dhe një kull. Irani njofton se ka ushtar amerikan të zënë rob, por Pentagoni e mohoi. Pak arriti të zbardhë se pas 2 atentateve mafioze të ndodhura në Vlorë 5 vite më parë, atë ndaj Gentian Qarrit dhe Bledar Birçajt, fshihet Inez Ajrulla dhe grupi i tij kriminal. Një personazh i njohur që ka shpëtuar 3 atentateve, por dhe policisë që nuk arriti të arrestojë as këtë herë, pavarësisht kontrolleve në bazat e tij. Edhe 4 bashkëpunëtorë të tij janë në kërkim. Grupi kriminal akuzohet sipas PAK edhe për trafikimin e gati 1.2 ton kokainë nga Amerika Latine. Ajrulla kishte rekrutuar dhe 2 policë, njëri prej cilëve derisa u arrestua sot ishte në detyrë ndërsa tjetri u kap në Zvicër. Kryeministri Edi Rama inspektoi situatën në aksin Librazh-Prenjas dhe përjashtoi çdo mundësi që shëmbja e saj të ketë ndodhur nga punimet e korridorit të 8, por e gjitha sipas tij ishte një fenomen natyror. Një koment kreu i qeverisë pati dhe për protestat e dhunshme të Partisë Demokratike që sipas tij synojnë t'i thonë botës të mos vijë në Shqipëri. Me zhavorin e lumeve të Shqipërisë po ndërtohen rrugët e reja. Report Televizion mëson se janë 9 leje aktive për gryerjen e 3 baseneve ujore, sidomos ato të Shkumbinit. Vetëm për të ndërtuar segmentet e korridorit të 8 janë dhënë 6 leje për marrje inertësh në Shkumbin. Pjesa më e madhe e tyre mbaroi në vitin 2028. Yamal ishte heroi i Barcelonës me golin e vetëm që shënoi në sfidën ndaj Atletico Bilbaos në ndeshjen e vlefshme për javën e 27 të La Liga. Talenti spanjoll tundi rrjetën në minutën e 68 me një super gol. Yamal i siguroi 3 pikë katalanasve, të cilët ruajtën diferencën në 4 pikë nga ndjekësit e Real Madrid. Kjo ishte fitoria e 22 në kampionat për Barcelonën.